Kam një pyetje. Pse liderat e mëdhenj përpara se të bëjnë luftra, ata marrin bekimin? Dhe nga kush e marrin bekimin? Dëgjojeni me kujdes. Dëgjojeni vërtet. Ishte viti 2001 dhe isha në San Pietro, në Piazza San Pietro, dhe isha me disa shok. Dhe papritur shikojmë disa makina që po futeshin nga mbrapa në Vatikan. Dhe disa prej tyre ishin makina që nuk i njihnim sepse nuk ishin targa italiane. Mirë po, vurëmre, kur dollën nga makina, disa ishin sud-amerikan. Dhe më vonë morën vesh që dikush kishte ardhur dhe me një çek kishte falur disa të ardhura brenda, por donte që t'ishte direkt tek papa. Dhe bëj fjalë për një njeri shumë influent në atë kohë, pra sud-amerikan. Dhe e mora vesh që nga ajo kohë, sepse nuk e dija, që edhe nga vendet të tjera shkojnë dhe japin të ardhura përpara se edhe kështu, por përpara se të filloj një raprezalje, apo një problem, ose dhe gjatë asaj kohe, pra kur ndodh një luftë. Dhe gjatë kësaj kohe, disa lidera, përpara se ta fillojnë një luftë, ata shkojnë dhe bekohen. Pra vendosen në gjunjë, dikush me fjalë papa, apo dikush tjetër i vendos dorën ose mbi kokë, ose këtu, por zakonisht mbi kokë. Dhe e kungon, i thot fjalët më të mira. Pra ai, zotëria që është aty i ulur në gjunjë, merr bekimin përpara se të fillojë luftën. Atëherë lind pyetja. Përse bën këto luftra dhe kush i bën më tepër? Pra kush i bën luftrat që marrin bekimin dhe nga ana tjetër, para njerëzve, flasin dhe thonë janë vrarë kaq fëmijë, janë vrarë kaq të rritur, apo ku ta di unë. Dhe pyetja ime është kush i bën? Nuk është era e parë. Ka ndodhur, vazhdon të ndodh dhe ndoshta do të vazhdojë të ndodh një fenomen i tillë. Pra për ata që nuk e dinë, nëse keni parë edhe në për këto zyrat e këtyre të mëdhenjve, u vendosin duart mbi shpatull presidentëve dhe presidentët për të dhënë energji dhe për t'i bekuar, sepse presidentët apo ndoshta dhe politikanët e tjerë duhet që të kenë energji të fortë përpara se të fillojnë një luftë ose përpara se të bëjnë diçka. Unë mendoj që kjo nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë sepse këtu bie në kontrast jeta e njerëzve me atë çka predikojnë shumë predikues të gjitha formave të këtyre besimeve. Nuk është vetëm një. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja me padurim. Kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj. Faleminderit që jemi bashkë. Sinqerisht.